Kreu i Partisë Demokratike zotohet se do të ndihmojë bizneset eksportuese duke u kompensuar atyre humbjet e pësuara nga rënja e euros. Sali Berisha deklaron se rënja historike e euros lidhet me paratë e krimit dhe të drogës, që kjo qeveri ka lejuar të hyjë në Shqipëri. Sipërmarrjet për shkak të rënjes dramatike të kursit të këmbimit shkojnë drejt falimentimit dhe falimentojnë me shumicë. Gjatë gjithë takimit që zhvilloi me një fasoneri në qytetin e Durrësit, Berisha tha se bizneset pas 11 majit do të kenë një çmim energjie 6 lekë për kilowatoor. Shqipëria do ketë çmimin më të lirë të energjisë në Europë për biznesin. Kreu Demokrat premton rikthimin e taksës së sheshtë 10%. Në Bibel dhe Kur'an është taksa 10%, më e drejta. Ulja e çmimit të naftës do të jetë prioritet për demokratët, thot Berisha. Do të ulim naftën. Ata që s'kan vetura mund thonë se po ç'na duhet nafta. Çdo njeri paguon në çmimin e naftës. E paguajnë në çmimet që blejnë në dyqane, ne kemi çmimin më absurd. Po pse shitet më shtrejt? Sepse qeveria e taton naftën 1.1 euro. Karta e konsumatorit sipas Berishës do u kthejë mbrapsht përfituesve 450 euro në vit. Punojësit me rrogat ulta 500 euro do kenë së bashku me pensionistët kartën e konsumatorit. Kjo do jetë që ju do mund të merrni të veçën e të gjitha gjërave bazë, ushqimeve, gjërave bazë që blini, kundrejt kuponave që dorëzoni që keni ble, dhe kjo shkon në 450 euro në vit, shkon parafrasisht sa një rrogë. Shefi i Silis Blu premton se pensionet nën 200 euro brenda 3 muajve të qeverisjes së demokratëve do të shkojnë 200 euro. Deklaroj djetha potha të ta bëj pensionin 400 euro në vitin 2030. Po si se bëre për 12 vjet ti 400 euro? Malizi e bëri për 12 vjet. Malizi kishte më të ulta se ne pensionet, sot i ka 450 euro. Ish kryeministri akuzoi Ballukun se është përfshirë në skemat e vjedhjes së parave të shqiptarëve së bashku me Edi Ramën. Belinda Balluku ka patur, Lubi Balluk, ka patur detyrën që ta mbikëqyrë ndërtimin çdo muaj. Parat ipeshin, ndërtimi nuk ndodhte. Pse? Sepse ajo e dinte që parati mirë të Edi Rama. Gjatë qëndrimit të tij në Durrës, Sali Berisha zhvilloi takime edhe me banor, të cilëve ju janë dëmtuar shtëpitë nga tërmeti i vitit 2019 dhe që pretendojnë se nuk janë kompensuar nga shteti shqiptar. Sipas Sali Berishës, Partia Socialiste shpërndau mijëra euro tek militantë dhe patronazhistë, të cilët nuk kanë pasur asnjë lloj dëmtimi në shtëpitë e tyre. Ai deklaroi se pas 11 majit, të gjithë ata të cilët nuk janë kompensuar nga dëmtimet e tërmetit të vitit 2019 do të dëmshpërblehen.